Ajo që ndodhi ishte që policia u përball me dhunë. Gjatë tubimit të thirrur nga opozita, punojësit e policisë shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar të gjithë, u sulmuan me molotov, me lëndë piroteknike dhe sende të forta në zemër të kryeqytetit para institucioneve publike të rëndësishme. Dhe si pasojë e këtyre akteve, pati dhe lëndim. 11 punonjës policie u lënduan dhe u trajtuan pranë strukturave spitalore. Policia e shtetit ka vepruar në përmbajtje të plot të rregullave, të ligjit, të standardeve, të profesionalizmit, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndalimin e dhunës dhe për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, dhe vetëm pasi këto thirrje u shpërfillën dhe rreziku për jetën e punonjësve të policisë u bë evident, atëherë institucionet dhe qytetarët gjithashtu ndihen të kërcënuar në këtë situatë, u ndërmorën masa për shpërndarjen e turmës sipas parashikimeve ligjore dhe procedurave standarde operacionale. Akuzat se policia ka përdorur forcë të tepruar apo mjete përtej nevojës janë të pavërteta dhe të pabazuara. Çdo veprim është kryer mbi parimin e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, ashtu siç e kërkon ligji dhe standardet për ruajtjen e sigurisë publike. Dua theksoj edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, e themi gjithë këtu me radhë, e drejta për protest është një drejtë kushtetuese dhe e pacënueshme për çdo, por dhuna nuk është një drejtë politike. Hedhja e molotovëve, sulmi ndaj policisë dhe institucioneve nuk është protest, është shkelje e ligjit dhe e cënimit të rendit demokratik. Sot të gjithë duhet të kemi guximin politik për të dënuar dhunën dhe për të mbrojtur rendin, ligjin, sigurinë publike, dhe jo të mbrohen autorët e dhunës apo më keq akoma të hidhen akuza ndaj punonjësve të policisë së shtetit, të cilët kryen detyrën e tyre. Policia do të vazhdojë të jetë në shërbim të qytetarëve, të ligjit, të rendit, pa u ndikuar nga presioni politik dhe pa u smbrapsur përballë dhunës. Dua të ndalem gjithashtu edhe tek një rast që është diskutuar së fundmi, edhe për të përdorur opinionin publik, edhe për të bërë manipulim politik dhe emocional patjetër, rastin e shoqërimit të një të mituri. Faktet janë këto dhe janë lehtësisht të verifikueshme nga të gjithë, gjatë veprimeve të policisë së shtetit, siç e ka bërë të ditur dhe në deklaratat e saj për media, për parandalimin e sjelljeve të rrezikshme në tubimin e 24 janarit, shërbimet kanë konstatuar një të mitur duke gjuajtur me gur dhe sende të forta në drejtim të punonjësve të policisë së shtetit. Për këtë arsye dhe me qëllim të vetëm sigurinë, për të mbrojtur jetën e punonjësve të policisë, por dhe vetë të miturin, ai është marrë për verifikime ashtu siç e parashikon ligji. Nga verifikimi rezultoi se bëhet fjalë për një shtetas 14 vjeçar dhe dua ta them qartë dhe pa asnjë ekuivok. I mituri në asnjë moment nuk është trajtuar në mënyrë të palishme apo çnjerëzore. Ai nuk është mbajtur kurrë në ambientet e përbashkëta me persona të rritur, të ndaluar apo të shoqëruar, por ka qëndruar në një ambient të posaçëm dhe të përshtatshëm për të trajtuar me kujdes të plot në përputhje me rregullat, me parimet dhe me standardet e garancisë ligjore për mbrojtjen e të miturve. Menjëherë pas mbërritjes së përfaqësuesit ligjor, i mituri është lënë i lirë. Askush sigurisht që të nderuar deputet, të nderuar qytetar, nuk është mbi ligjin. Askush nuk duhet i përdor fëmijët për buroj politike për të justifikuar dhunën. Të gjithë bijem dakord që demokracia nuk ndërtohet me molotov, me sulme ndaj institucioneve dhe punonjësve të policisë së shtetit. Kush nxit dhe përdor dhunë duhet të mbajë përgjegjësi penale dhe politike patjetër. Policia e shtetit ka për detyrë të garantojë rendin, sigurinë dhe mbi të gjitha të mbrojë jetën e qytetarëve, pa diskutim jetën e të miturve, përfshirja e të cilëve në asnjë rast nuk legjitimohet dhe nuk i shërben askujt, as shoqërisë, edhe aq më tepër forcave politike që dëshirojnë të vinë në pushtet përmes dhunës. Shumë faleminderit.